Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A e dini se para iftarit është një nga momentet më të bukura për dua? Në ato minuta, zemra bëhet më e butë, shpirti qetësohet, dhe njeriu i drejtohet Allahut me më shumë sinqeritet. Nëse po e dëgjon këtë tani, ndallu për pak qaste, mbyli sytë për një moment, dhe lutu me zemër. O Allah, pranoje agjërimin ton, pranoje lutjen ton, dhe pranoje pendimin ton. O Allah, na fal gabimet tona, ato që i dim dhe ato që i kemi haruar. Na fal për dobësitë tona. Na fal për momentet kur zemra jonë është larguar nga qetësia dhe durimi. O Allah, na e pastro zemrën nga mërzia, nga ankthi, nga frika dhe nga çdo ngarkesë që vetëm ti e di. Na jep qetësi në shpirt, na jep dritë në zemër, na jep forcë në vështirësi, na jep sabër në sprova, na jep shpresë ku ndihemi të lodhur. O Allah, na dhuro bereqet në sofrat tona, na dhuro bereqet në familjet tona, na dhuro bereqet në punën tonë, në shëndetin tonë, dhe në çdo hap të jetës sonë. Na jep risk halal, na jep lehtësim pas çdo vështirësie, na jep rrugdaje aty ku nuk e shohim, dhe mos na lër asnjëherë pa mëshirën tënde. O Allah, ruaj i prindrit tan, bekoj i fëmijët tan, shto dashurinë dhe paqen në shtëpitë tona, shëroj të sëmurët, lehtësoj ata që janë në brenga, mëshiroj ata që kanë ndëruar jetë. O Allah, nëse kemi dëshira që i mbajmë vetëm në zemër, ti i di ato më mirë se ne. Nëse ato janë të mira për ne, na i afro me mëshirën tënde. Dhe nëse diçka nuk është të mirë për ne, zëvendësoje me atë që është më e mirë. Na bëj prej atyre që të kujtojnë shpesh. Na bëj prej atyre që falenderojnë. Na bëj prej atyre që kthehen tek ti me zemër të sinqertë. O Allah, pranoje këtë dua para iftarit. Pranoje agjërimin ton. Na jep falje, rahmet, bereqet dhe qetësi shpirtërore. Amin. Amin, o Rabbin. Amin. Nëse e dëgjove këtë dua me zemër, shkruaj amin në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë lutje dhe qetësi shpirtërore.